Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shoqet Krasniqi. Do të jemi së bashku për një orë të plot me pyetjet e juaja e padyshim pastaj edhe me këshillat apo përgjigjet e hoxhës së nderuar përmes linjës telefonike në 046 220022 mund të bëni pjesë e këtij emisioni. Pra siç e dini jemi live në RTI, po ashtu edhe në rrjetet sociale, të cilat janë pra Dr. Shoqet Krasniqi në Facebook, po ashtu edhe Dr. Shoqet Krasniqi në YouTube. Atëherë hoxhë, selam aleikum i serdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Më duket që kemi telefonatën e parë, po inkuadrojmë nëse dëgjohemi. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, ordoni. Kam një pyetje. Kam vëllain 7 vjet dhe diçka ju ka lidhë, që më thon nafaka. Dhe isha një këshill prej hoxhës. Kështu ja përmendëm qikat e i gjejnë atin, po bili bashkë tash kohën e funit, s'ka një javë dhe tash që na kena gjetë një qikat me këqyr, tha nëse don kur don vale shkon te këqyr unë ju. Dyqysh ti po nervozohet, s'po di, nuk ka shumë vjet, 27 vjet, po i na bode pak marak. Kjo është pyetja juaja, po, faleminderit. Po. I përshëndes. Isha një këshill prej hoxhës, çfarë lutje ose çfarë diçka. Selamu aleikum, natën e mirë. Aleikum selam, faleminderit, natën e mirë. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit i dërgojmë, familjes e tij, shokëve të tij, të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrit të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj martesa është ligj i Zotit, ligj i Allahut. Për dikend është e preferuar, për dikend është vajib obliguar, për dikend është rritur, për dikend është edhe haram ndoshta. Tani në shoqërinë tonë, dhe jo vetëm kaq, por edhe shumë ende të botës, shtyrja e martesës tek dy gjinit është bërë e zakonshme, normale. Edhe në Arabinë Saudite, ku feja është me kthjellët, me përhapur, me shëndosh, se çdo vend në botë. Edhe atë e vuajnë këtë dukurie, ndjejnë shumë shtyrja e martesave. E lërëmë tek ne në Evropë. Tani, çështje tjetër, njerëzit tanë, se të shtyje dikujt martesa, apo të heziton dikush të martu, apo nuk don, me njëherë thënë, ju ka lidhë, ka bëhet dikush diçka. E pse po menon keq, pse po menon ashtu? Ka mundësi. Na ma gjithi besojmë hak. Por, ne edhe jetojmë njerëzit, dim njerëzit. Të e po njani tjetërin, të ja hjeshu njëri tjetërit jetën vetën, pa përgjithësi, ndaj qiftit tjetër, të shtu numëri tynë. Po të kthehemi 30 vite më herët, më përpara më herët, po të kishte mbet një djalë 30 vjet pa martu, edhe shoqënia vetë kishte thonë të djalë ti ai smut, ai shnosh, si e për grua, si e për martesa, bëmë në hallxu. Sepse tanë martohen tanë shoqëria. Të njëjtën gjë edhe tek vajzat. Por tash atë shumë është përhapur, sa që askush nuk e këshillon, as nuk e çarton, as nuk e mëson as tjetri. Përkundrazi, e nxit mos e martu. Andaj, djali juaj dhe të tjerë kanë shoqërinë që ashtu, i kanë shokët.
nuk janë të gatshme bajt përgjithësi, edhe thuj leresh nuk janë të pjekun sa do të motër. Nuk janë të pjekun. A xhami. Ka pak shkolla kanë. Ndoshta, dësa një din ma mirë sa ne, por në fakt nuk janë të pjekun. Sepse po t'jen të pjekun, e më largë pams, e të kenë më shumë matori, vërtet se nuk e shtynë. Nëse nuk dënë Zoti, që është tjetër ajo. Veçanti të gjenia femrora, tu me zëtë burrave se i shkojnë. Zoti më së dhashtë. Po dhe djetë me zërvajza se i marrin, se zdënë Zoti. Pa tarë kësmeti për di hava. Por, është bërë një dukuri kjo. Kështu që shumë faktorë ndikojnë, ndër të pra dhe pamaturia, pjekuria, se njëri i pjekon, nalët e mëndan. Allahu ka kriju atë kohë, që është koha krijimit të një familje. Sahibe përgjithësi e vërtet, me të lashë e vërtet, po është pjesë e jetës. Po njerëzit janë duke vepruar, ata që jem duke pasat. T'ka me thonë, për pas Allah i drejtov këtë rini, o dhe zoft, Allah i drejtov të dhe zoft, e i ruajt pe i çdo të keqe, edhe tonë, edhe të tjertë. E djallet shumë presir më se bërni, por djallet më folmet e me bindë, thanë o bira, se vëllahu. Muslimani i ka dy rrugë. Ose dohet më martu me kriju familje, ose dohet me dëru. E pse me dëru, kurse ke mundësi, pse me dëru dhe me rreziku nderin, kurse ke mundësi martu, e që martesa ka shumë të mira. Opsioni treta, po hapi treta është runa zët me ranë zina, e muslimani nuk e lejen vetë vetën me ranë zina. Muslimani nuk e lejen vetë vetën me ranë zina. Jo type. As muslimani, ja. Që beson Zotin hak, beson gjehenamin hak, vetën nuk e lejon për jetë me ranë zina. Allahu na ruaj. Andaj alternativa, opsioni i vetëm është martesa. Dhe martohet. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. I kam dy pyetje për hoxhën. Hoxhën jam një 14 vjeçar edhe du me ditë a është sunet gjatë ngritjes së duarve në tekbirin fillestar, a është sunet mi prek vesht. Dhe pyetja e dytë, gishtin e tehijatë, si mbahet gishti dhe a lejohet që me mbaj prej fillimit deri në fund të shahudit. Në rregull, faleminderit, ju përshëndesim, natën e mirë. Allahu të rujt. Prekja e veshëve me gishtat më dhej nuk është senet asnjëherë. Asnjëherë, kur për jetë. Madje as Ebu Hanifja, as Ebu Jusufi, as Muhamedi, se themelues të mëdhebit Hanefi, nuk kanë thonë se dohet me prek vesht. Gjeje. A libra ty në kam lezu. Haj gjeje ti, që më ka ikë mu dikon pra. Gjeje. As të Malikit, as të Shafit, as të Hambelit. Tamam? Hadithi është paralel me vesh. Por disa ulema, dhe kështu ka në Bahanife paralel me vesh. Por disa ulema të vënshëm, të shekullit 4, të shekullit 5, dhe Hanefive, për me qenë më precis, më smelan gjematin lëhatje,
a e ka mirë, a mëse kam ndalë, mëse kam poshtë, kanë thonë i prek gishtat, që qumë të, pulpat e veshve, pasi që qumë këtu, pulpat e veshve. Kur i prek pulpat e veshve, dhe me thonë të i ki shëplakat e dorë paralel me vesh në altë. Për ndryshen, nuk është me senet. Ta në kështu është shënu për me për libra, është për cilur në libra tjera, dhe është spjegu për hëgjëllarve në 4 anë të botës, ku kam edhe Hanefi, se kur të falet në prej gishtat vesht me gishta, e që së është të vërtit kjo punë heq, me pletë respekt që kemë ndaj krejt Hanefive. Por i që nduar lartë, paralel me vesh, edhe kaqë. Ndërsa, se përket gishtit, këthe të bërë mojtë gishtin lartë gjatë e shumë hudit, po bërë, kush se ka. Po bërë mojtë. Dhe në fakt gishtin mahet lartë kështu, ose mahet kështu. Ose mahet kështu. Ose mahet kështu. Por jo me leviz pa ndërprej. Levizja pa ndërprej gishtit është e orrejtun. Këte e ka thonë Albani ju në Allah i pas me shiruar, në gjenet e pas që dhe i mëtë kim të zoti farë, që ate ka që zoti në gjenet, sa e kanë shumë burri malë, por këtu se ka qëllu. Nuk e ka qëllu Albani, që ka thonë me leviz gishtin pa ndërprej. Ja. Kjo është një rëvajet i nënzans të Mamalikut. I ti është marrëtje. E që vetë Malikit kanë thonë në runë janë sa ati rëvajet transmitimi. Mëse më repetina. Sa e bela. Të dhëtë Ibn al-Arabi. Allah e pas për shëru që është për lemavat mëdhej të mëdhejvet Maliki. Gishtë nuk të vizë për ndërprej. Nëse kesh meselë që kemi spjegu ma shumë se njëherë mësë marrëm ko, por shkort mëse pyjtë këtë djali i ri, për hatët i respekt për te, Allah është përbleft. E zatën pak për ndryshe, kësha folë ma shkort. Vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Selamu alaikum, apo ndëgjomi? Aleikum selam, po i dëgjojmë, ordnoni me pyetjen ose pyetjet. Ju përshëndes më spori juve, selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Pastaj përshëndes doktorin Sherqetin, Hoxhën e nderuam. E kisha vetëm një pyetje të shkurtë, nëse me lejon Allahut. Është pyetja për duan mbas farzit. Me vërtet po thonë që s'ka dua mbas farzit, namazit farz, por vetëm dhikr. Prej një dikon tjetër kom dëgjuar që mosh me bë dua kur t'jen në namaz. Po kjo dua kur të bën në namaz, a do të më bë kur t'jen në sejdë, se duhet ma mërmend që nuk bën mi çu, shumë kur t'je tu ju fal. Si mund këto hoxha më shpjegu? A do të kur të çet kryt në sejdë, mosh me bë dua me lut Allahun në gjatë tu i bë sejdë apo çysh është kjo? Vetëm këto kisha. Faleminderit, ju përshëndesim natën e mirë. Allahu të ruajt. Kur të thush, po thojnë disa vllazni, se nuk bëmë lu pas namazit, këto në varet çfarë kanë për qëllim. Nëse thua, apo nëse të thët dikush, se nuk është sünnet, tradit e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe sahabët e tij, që të bojnë amin bashkarisht, të çojnë dorë bashkarisht, e të luten bashkarisht, pas dhe namazi, dohet patjetër me thonë po, çashtu është. Ndërsa, thjesht lutja si lutje, individual, jo grupore, jo kolektive, individuale, pas namazit është në rregull krejt. Krejt në rregull. Pejgamberi zëktu me disa argumente, Pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam në disa arsye ka thënë dubra kulla sala, dubra sala. Pas namazit, ai që thot pas namazit këtë, ai që thot këtë. Kjo pas namazit,
e thot këtë dua ran. Ai që thot pas namazit. Nëse shkojmë te komenti e këtij hadithit, te komentet e ulemave, te haditheve, e narim te ky hadith gjejmë 2 komente kryesore. Dubra sala në fund të namazit kanë për qëllim pas tehiatit, pas salavatit. Me lut duke qenë ulur tehijat. Kuptim tjetër në kuptimin gjuhësor, dubra sala pas namazit i bie pas të përfundon namazi. I bie pas përfundon namazi. Andaj mund të kuptohet edhe kështu, dhe shumë lehtë. Tamam? Çështja tjetër, pas namazit, është e preferuar, pas çdo pune të madhe të mirë që bën, me lutë Allahun. Sepse namazi këtë namazin bën për Allahun. Se kërsa agjerimin, pse është mirë me lutë në iftar, këtë iftarit? Sepse e ke bën një punë të madhe për hatër të Zotit. Kërë kanë se fyri, ke harru kërë kanë se fyri. O kanë 2 natës, ka kalu 2 ditës si për 12 orë. Ka kalu e 6 që jenë bo 16 orë. Ka kalu ora 8, jenë bo 18 orë. Ka kalu ora 10, apo nga 10 do t'i kënë evru, pa tje në 10 bëjnë iftar, 20 orë. 20 orë, truni ka harru kër ka hamur buk. Ama për hatër të Zotit. Ta shkërbona këtë punë të madhe për hatër të Allahut Azza wa Jall. Ta shëshërëzej, mas kësaj punët madhe që bëna për Zotin, o Zoti ja. Prana më këtë agjerim, e falmi gjunahet, e ma jap këtë, kështë të mëra. Që shka në haditha që lutet, agjeru se ka një datë, iftari nuk i kthehet më rapa. Ose kër të kryin haqin, ose mas të avafit, ose... Pra mas dhe i badetit mirë, që bët në robi, është mirë më lutë. Andaj nëse jep selam, e bën dhikrin, edhe që nduart, e lutesh, sa të dush lutesh. Kjo është e shkëlqyshme. Ndërsa kjo kolektive dallan, bëhemi të sinqert. Nuk ka vepru pejgamberi kështu, nuk kanë vepru sahabët kështu, nuk ka thane Bahnifja me falë me bëtë të spitë kështu, nuk ka thane Bujsufi Mahmedi Asmalika dhe Shafia se ma Mahmedi kështu. Nuk kanë thanë. Pastaj të bëhemi të sinqert prape për seris. Kër e qënë dur të lutesh me gjemat, a e qënë dur të lutesh që ke nevoj dhe ndjen nevoj më lut, edhe po dërë më lut, apo thjesht se është pjesë e namazit, apo për lutën gjematis bën pa lutën me hoxhën bashkë. Ma shumë është kjo dita se e para. Po kjo nuk të ngëllën mirë të Zotit. Të Zotit të ngëllën mirë, kur ti nga ndjenja të mbranshme që i ke, të shtyn nevoja, me u drejtu krijuesit. O Zoti jam, ma jep këta, se me dhagan atë. Dhe ishtohet edhe i tjetër. Njerëzit, ka për tyne që mendojnë, se po që se nuk i banet të spit, edhe aminin bashkë me hoxhë, me gjemat që ka ndodhë, që i bje, namazi mangët. Kjo nuk ka dhe regull heqë. Sepse namazi fillon me tekbir fillestar Allahu Akbar. Tahrimuha e tekbir, o tahliluha e teslim. Ndërsa përfëndan me selam aleikum rahmetullah. Nuk bën të konsiderosh pjesë për bërësat namazit. Pra, kjo është çështje në veti, ndërsa nëse luteshti, është çështje në veti. Andaj gabime kena ne, nëse thëjmë dikujna që shofëm, se është duke lutur Allah mas namazit, me thonë që pëse lutesh pas namazit, e di që bidat, kjo gabim. Ti me ka ndjeli mirë, dhe me njës fin mirë, këtë ja pa i selam, i thë Allah të pranoft, por shëqër me mund doa, kujtam. Këtë lutesh kujtam dhe mund doa.
Allahu të ruajt. Kemi telefonat, për nënkadrojmë. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po, Kam një pyetje. Jam e martuar, jetoj në Austri, kam vajza. Jam mbi moshën 50 vjeçare dhe unë këtë vit ishte bana kërkesën për me udhëtu në haxh me Bashkinë Islame prej Kosovës, me familjen time, me vëllezërit e motra. Mirë po, nuk mora përgjigjen se na që jetojmë, që kemi në shësit huj, nuk kemi drejt në udhëtu për në haxh prej Kosovës. Kom pyet edhe të Bashkia Islame e Vjenës, disa medhebe thonë se mund me udhëtu pa mahrem këtë moshë, disa thonë jo. Deshta me pyet hoxhën çka mund me bane, se edhe vitin kalum kom apliku me agencion privat, por nuk e kishim be pas rrezik. Tash deshtëm beri Kosovës me familje, prap ka dalë problem. A se ki pasaportën Se Kosovës, ka a? mundësi me një përgjigje. A ki pasaportën Kosovës? Jo, Austria nuk i lejon Austria me pas dy në shtetësi. Se lejon Austria. Vetëm shëtësinë e Austrisë. Në rregull, nëse s'ke pyetje tjetër, do të Jo. dani pas pak përgjigjen. Selamu alaikum. Po dhe. Të shkret të dokumentat të pëshillin punë krejt. Krejt punë të pëshillin të dokumenta. Pa dhe më sarahat një kanë milite për para kërë s'ka pas dokumenta heq. Po Allah. Ka pak lek me vete, ka pak ushqim, një deva i kalje, hajte, në kini shku. Ama ke bo me vjetë. Me vjetë. Kur, kështë ka vetë sendin jetë. Ka vetë ka i tje. Po, për që për lyp letër kosh, kur heq. E sot për dhere me dalë, se dëllisht në rrugë, vakit nalë të lyp letër. Letra. Të lashe me këto letra. Zote hajre botë. Allah të letoft e motër, mëse më rëzet, se këmë të letu Allahu. Këmë të letu Allahu më shkona hadë, këmë të letu, inshallah të ala. Të letu Allahu më të letu Zote, e këmë të letu me amër ti të barëke o të ala. Këmë të letu, inshallah. Atëherë vazhdojmë edhe me një telefonat të radhës. Selamu alaikum. Kemi telefonat? Selam aleikum. Mimram alaikum selam. E ka një pyetje për hoxhën, e ku marrë shtëpi me kredit. Edhe jam interesuar për me shku në haxh. E pata me pyet, a ka mundësi me shku, a do të me prit deri kryet krediti? A qysh është puna? Falënderit. Natën e mirë. Selamu alaikum. E i bije, ke i bije, jenë haram dhe në fëtë. Ke i bije, se robi është zhytur në haram, edhe për dërë me shkue në haxh. Dhe në haxh mund është me shku. Dhe bërë që ke me shku. Nëse ke të ardhurat të mjaftueshme materialit, mira materiale. Ama, për me të pranu haxhi, e me të falë gjenahet, fillimisht, do të me pastru robi për gjdo harami. Me dalë, me të rjekë për harameve, për mëkateve. Me u pendu të Zoti. Me kërku falë Allahot, këto njëherë, e pastaj edhe njëherë, me presërit këtë në Mekën e bekuar atje. Në Tavaf, në Saj, në Rafat, Muzdalife, në Mina kur i gjuhën gurët pas gurëve, edhe kështu me radhë. Për çdo mëkat, robi që e ka bo para se me shku në haxh, apo çdo mëkat që bën do të më të rjek për tina, me ndërprej, me kërku Zotit falje, dhe më që më shku. Qabe, edhe atje pasaj prap me përsëri doan e lutjen, që t'ja ketë pranuj madhësat. Për ndryshe, borqen më në lanë, inshallah e lanë, por të sevapet është problem kjo punë. Do të kalojmë
telefonata Dhe nuk tjetër. e di njerëzit sa let thonë ka marrë shtëpi me kredit, sa let thonë jam hi kredit, let thonë njerëzit. Njerëzit thonë let. E mirë me thot dikush kam pi alkohol. Çe konsiderojnë këta? Kuku, edhe kjo kuku është. Dhe kjo është kuku. Kjo kuku, e kjo është kuku. Sa s'kën dëgju për ajetet kuranore që flasin për peshën e madhe, gjunahin e madh që ka mata? Se çfarë harami madh është ka mata? Fajde. Allah runa ja Rabbi. Mëno me dalë për ati harami, Allah sa ma shpejt, mëno me dalë sa ma shpejt. E me pëndu të Zoti, me ra pishman, me kërku falet e madhe Zot, sepse ke bu haram. Atëherë bëm një shkëputje të shkurtër dhe pastaj rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne i kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Kthehemi në studio për të vazhduar me tutje me emisionin ton, pra të njohim të vërtetën dhe kemi telefonatin ku ndrojmë. Pa humbur kohë. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshte të bëj një pyetje hoxhës. Po. I fali 5 kot namaz, deshta të pyes a është e lejueshme mu falë me çarapa apo pa çarapa në shtëpi kur jam. Qartë, pyetje tjetër a ke? Jo, faleminderit. Natën e mirë, selam aleikum. Allah të rujtë, elhamdulillah që e falë 5 kohët namaz, dhe zatën tjetër rëgdali nuk ka, për atë i cili është nisë për xhenet, tjetër rëgdali nuk ka. është një adresë, është një rrugë. Wa anna hadha sirati mustaqime fattabi'uhu. Dhe kjo është rruga ime, sirati mustaqim, pasaj në ndiqeni. Kjo është rruga që çon xhenet. Që themi një namaz çdo ditë, çdo recat, 17 herënditje, ihdina siratal mustaqim, sirat mustaqim, sirat mustaqim, sirat alladhina an'amta alejhim. Në rrugën aty që o Zot që i kënaqur me ta. Apo që këtë qenë i kënaqur me ta, që janë pejgamberët, të siddiqin, të salihin, burrat e mirë, besimtarët e sinqert. Këtë rrugë nuk ka. Tjerat ka qenë në xhenem. Robi mënja bëveti rafsh, bënja, por nuk del qashtu. Nuk del. Kur s'ka me dal qashtu. Sepse bardha është e bardhë, e zezë nuk bëhet. Dhe zeza është e zezë, e bardhë nuk bëhet. Avreti është avret që të se ke motra, puna shputës kam së është avret. Kam është avret për femen. Dhe shënë nuk me i bëj jo avret. Avret është aja. Nuk bën më duke aja. Nuk ka lidhje a jenë shpe, a jenë gjamia ku je. Ne, nëse falim natën në rësirë, tër shtemi nik nuk shagishtë në symë shti. A do të më vesh? Po tërë kërës për që? Po s'ka të bëj kjo me ta. Kjo nuk ka të bëj si për abdes. Abdes kush për që? Pse më abdes për kush për që? Apo? Po pekibdes më këti kush për që? Vetë një tërrive. Dhumë që të që kine se ki nuk për që. Po s'ka të bëj kjo në nata o dit, apo më shë kush aso më shë. Po të shë aji që për te pe banë. Më shëhë Allahu, për Allah s'ka natë e ditë. Andaj, punë e vretit, e zbëlimit shputave, pjesëve tjera të trupit, kur t'hym namaz, se në publik, se në vetëmi, kushtet janë të njëjta. Kushtet janë të njëjta. Femra nuk bërë më falë, e duke shputat e kam, do të më mbulu shputat e kamve. E tani a vesh më të atë qërap, a vesh një festan të gjatë, a pëshirë me një farë qarë shafi, punë për të është.
Ose veshestani për punë ka pijame, lëshan pijamet poshtë, atë që me zgjat, me jam lu kamën, punë për ta është ajo. Bërënësi me mlu shputa. Kaq. Kalojmë tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam për ty Naime dhe për hoxhën e nderuar, Allah e rujtë në shtoft jo Rabi. Amin. Kam një pyetje edhe një lloj derti, hoxhën e nderuar. Puna i në kek, jena dikon ofër 8 veta, 2 jena që e folëm gjumon. Na bojnë shumë presion për mos me fol, për mos folje. Ma djek në thira dhe një hoxhë është si buf, si të ato është profesor në medresej, në ka thonë që kur ka punë nuk bën me shku me fol gjumon, do të me migro punës. Normal që do të migro punës edhe ditëve tjera, po edhe para gjumon se migro më zakonisht më shumë se tjera ditë. Edhe kështu që une nuk lëshaj për gjumon. Kështu që vetëm këtë e kam si pyetje, obligueshmërinë, punë gjumon. Qartë. Allah ju nderoft. Amin. Selamu alaikum. Selam aleikum. Selam. Nuk për dy në kush që është mu një bo presion, për ndryshe në kek nuk janë që të bojnë ashtu presion. Por ti ka qëllu do një shef i tillë. Ha? Po dhe po ka qëllu po ndo një shef. Për ndryshe në kek janë të njohur që nuk ju bojnë presion njerëzve. Sepse të janë musliman, krejt musliman. Po musliman me emna, musliman praktikus, musliman herlashtar kështu, musliman me një gjema, musliman me një bajram, me një Ramazan, ama musliman në thënë beti. Tani, fundi pyetjes, a gjemon, a punën, nuk ka diçka që i bëhet para gjumas. Për pas raste emergjente, të domosdoshme, ku në fakt feja e jep hapësirë robit e justifikan mos me falë gjumon. Se fjala vje kur smut. Dhe së në shkan gjami, apo së në rënullën, tash më shku më shtran gjamia nuk ka spital. Ose ka frik me shku në gjami, për dëshmanve, për arbegje, për shtazve tegura. Ose ka shumë largë gjamin. Ose gjamin e ka afer, por se fjala vje mjek në emergjencë. A i bëhet gati më shumë falë gjemon për momentin ndihmat e shpejta, sjellin qytetar që kanë bën ndeshje jenë bë lëm jenë bë krejt. Dhe duhet urgjent me fut ata në operacion. E që i bje gjemaja ka mundësit madhe me tikë. Ose policia nuk ka qara pa najtë në komunikacion apo në detyrë sepse bëhet rëmuj. Rëmuj bëhet. Ose bagerisat e të këta tashma se të cek në kek, bagerisat e do të me najtë pa qarën bagerat. Është rregull. Do të me najtë bager. Ajo është maçineri, gjigante e madhe, maqinë. Ja, më gjigante e madhe, gjigante madhe. Një bërë madhe nuk e përthakan. Dhe e kushton miliona euro. Dhe shumë miliona euro. Një mos kujdesi vogël mundet me prishet maqinë krejt. Dhe dëmton shtetën, dëmton kompaninë, dëmton. Pra që e bageristi, ose ndokush që ka ndo një punë shumë e rëndësi, për ndryshe shumë mica punëve
nuk janë të ati rangu që nëse falën gjëmanë së shpejt, i pengon. Kënë nga njëra nga ana tjetër. Keku dhe të më bë burrat mirë. Edhe kompanitë e tjera. Edhe spitali. Edhe policia. Ushtëria ka. E mjav qelë, mjav hap, në për kazirma, në për kompani, gjamiat, ku e falin gjëman musliman, punëtor musliman. Keku në një periudhë kohore ka pas 14.000 punëtor. Ta nuk e di se ka. Ka ma pak, shumë ma pak. Sepse shumë repartë janë mshel. Dhe kanë qenë 2.000, njana është mshel, ka met njana. Mije, sipërfaqësore. Por është dobësi, është likështi, është turp. Gjitha ta mira punëtor dhe mos ja mundësu njerëzve një vend faljeje. Ka hapësirë sa të dush, me caktu dikan, e vetë punëtorëve, ose vullnetarët se vetë dikush, edhe marrë me falë gjëman, edhe me shkepta për puna. Do të me organizu muslimant, do të me lypë të drejtat e veta. Kështu që ti ndëruar, gjëman bëj që mës me lanë, por mëse birë punën me të prashtu për punë. Por, bëj men, mëse birë punën me të qitë për punë. A bëj që mës me lanë gjëman. Allahu forcoft ty, ata tjerë të ullëzoft, e vetë djesoft. Amin. Të vazhdojmë tutje, telefonon të ka ikur apo, thot dy pyetje me SMS, thot a lejohet me rregullu një kompjuter apo se një kamerë që e dim sigur ka më përdor për haram, për shembull për bastore, për spote këngësh apo muzika e dasma kështu më radh. Jo, nuk lejohet. Nuk lejohet asësi. Çdo mjet, vegël, lokal, gjysand, që përdoret për ta luftuar dinin e Allahut, për ta luftuar Islamin dhe muslimanët. Nuk lejohet të me kontribu në asnjë formë, në asnjë mënyrë, në atë gjysand apo në atë vegël, apo në atë punë, nuk lejohet. Sepse nëse e bën një gjë të tillë, dije se e fut në ajetin koranor wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, mos bashkëpunoni, mos e ndihmoni njëri tjetrit në gjë ku ka gjuna, në veprat punët në cilat ka gjuna, wal 'udwan dhe armiqësi. Mos e ndihmoni. Pra, ti po thua, bë ma mund një kradion e diçka se du me prodhue, më shtrydh verën me bo alkohol. Unë me të boa, po dhe se ti e mjeshtër dhe në t'japi pare. Ti mu me dhonë pare të dynjas, nuk ta bëj atë vegel, atë mullia, po qatë që shquat aj, që e shtrydh verën të me të. Si hi negociata me ty për atë punë, asë bëj laf. Sepse për mu prodhimi alkoholit është haram ekstrem i madh. E që shumë të ndihmoj ty, me mujtë që ka fabrika në botë alkoholit të mbyllë, vëlla. Sepse mbyllja fabrikat të alkoholit është barazime me pas me të shnosha, me pas me të me vetja, me të në gjep, kryt në qafë e me të në gjep. S'kan men, jetë pa men. Pa men jetë. Pra, ose, qysh une e urej ka të shumë bëstoren, bigjozin, e ka për të ndihmoj ty për të nëri që kompjuteri, për të nëri që lokalin, për t'ja programe ku të diun atje tjere, të cilë të përdorti për bastore, për dreslarëm, për kaftlartë, e u dhe billah. Keni kujdes se bëni të gjana.
Kjo I bie ngjajshëm me dekend I cili thotë diçka. Ndresh ma mu që të thikë mirë si të shpat, për para, kam pas shpat, pse, du me dalë me mytë dikan. Kanë me mytë, o thotë të ndresh ma mu, se u ljak më nu si ndu këna me mytë. Të dhe me nëreqa, dhe me nëreqa edhe për din që këtë do me dalë me mytë dikan. Ose, ama që atarëm, se jem bele me dikan du me dalë me marrë haqë. Pra, për ta pisharet. Se armën ka mëndësin për dorë me dyrë gjak. E ty për jep armëna. A nuk je hisenika, nuk je pismarsa. Ose, ama dhe helm të muhet e të zdikujna. Që shep të helmi njërit me mytë tjetër. Këtu e në helmi fizike, dame fizike, vrasja helmi. Ndërsa, bigjozi, kamata, alkoholin, helme psiqike dhe zemrore, që e helmojnë zemrën, e helmojnë dinin, jetë pa din robi. Andaj të gjana nuk ka negociata. Nuk ban. Dhe këtu futën shëmsane. Për shambull, këta që marojnë zdruktari, a banu maru një sharkje qëtelia? A banu marru një kavallën e fëlla? Shikaj që kanë thonë në limat. Hajë shikaj. A banu marru statuja me shita? Të nuk je pagan. Atë pse marrë njëzë statuja të paganizmit? Me që ka leka? Dhe me thonë, robi bëhet robi leku të I Zotit. Jo mërës shkon ashtu. Çdo sen që ka lifton Allahun, pejgamberin tina, dinin Islam, Islamin dhe muslimant, ne nuk e punojmë, as nuk e ndihmojmë, minal smujna, por nuk e punojna. Pavarësisht sa ka lek, apo çfarë leku na jep dikush për te. Tamam? Një të gjohë dizajneri me bëti lokale tjerë, një të këtë futën qëtu. Po. Atër kalojmë tek telefonata radhës. Selamu alaikum. Hej telefonata, vazhdojmë me pyetjen tjetër me SMS. Ku thotë selamu alaikum për ju edhe për hoxhën e nderuar, desha të pyes hoxhën se nëse është edhe 10 minuta lindja e diellit, a do të më fal edhe sunetin edhe farzën apo më fal farzën? Veç farzën, s'ka vaktu suneti. Me kanë të sunetit që që më herët. Anë kur gjë farzën. Nuk bën ashtu, kemi 10 minuta të lindjeli, ti tash më quaj me marrë abdes ka dalle, me kënu azanin e senetin e tani kametin, jo, krejt të lej. Këtu të najlenti shpejt me rabdes, edhe drejtohesh pe kibles, Allahu Akbar, subhanak e seknan, janis, elhamdulillahin, bile mujtë me përfundu një recate, sepse ka ardhur në hadith, ai që nxen një recate, para se me lindë dielli, e kanë zënë këtë namazin. A mundu me nxan spakun një recate, para se me lindë dielli. Sepse fundja sunetit nuk krahazohet me farz. Nuk krahazohet, sado që suneti është I vlefshëm. E pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thonë rekat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, 2 recate namaz të sabahut janë më të mira, më të vlefshme se sa dynjaja dhe çka ka në te. Imagjino 2 recate sunet. Janë më të vlefshme se sa dynjaja dhe çka ka në te. Pa farze. Për nëse kjo sa dënjaja, me mirë se dënjaja, pa farze. La ilaha. 2 recate farze. E ku jenë edhe vaktet e tjera. E ku jenë për ditë ka 2 recate në sabah. A shef sa ngritet trupi me namaz? A shef? Kjo, më falni edhe për të them edhe këtë në ashtas. Ai cili punon me namaz, namaz dhe fjalla dhe në afrut Allah me namaz. Dhe ai cili mundohet me fitu knatësinë e Zotit me punë tjera,
I bie sikur se në këtë dynja nëse mund të marrëm një krahasim shumë të thjeshtë. Dikush punon atje me miliona. Ky tjetri me centa. Me centak. Dhe ky mendon se ka me nxan këta. Ky mendon se ka me nxan këta I cili punon me miliona. Ja, më se në nxan të atë. Ja, më të anërës në shë ma fru nga tina, së anërës gjonë. Sepse tjetë të punu me centa. Të të më nërru mas pare punën të anë më nërru, për më mënu me një këte. Kështu që ai cili përpiqet ta fetoj kënaqësinë e Zotit me namaz, krahazim atë cili mundohet që kena shumë musliman, ta fetoj kënaqësinë e Zotit me punë tjera, por jo me namaz, është sikur se këtë që mundohet me bëj pasën me centa, dhe kemi miliona, dhe më rana ditës ka qarkolli milionëshe, dhe më ndonë këme centa se ka me rritë të kjo dhe ka me nëzan këtë. Ose thotë, baraz jena, njëtë jena, I valla hapa baraz e një. Ja po, t'ysh ja. Po marrëm telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Aleikum selam. Edhe ju përshëndes, hoxhën e nderuar. Edhe ju që e udhëheqni programin, edhe javën e kaluar me hoxh nuk mujta kështu krit fill me të ngue, po ka funit niva që the ka që nuk I dojnë hoxhollart. Edhe hoxh ka dhe që I dojnë shumë hoxhollart. Unë një ndërto jam une. Edhe tash nëse pyetje nuk kam ama po tham kam jetë pak hak edhe për mua për shembull po dihet pak a shumë hoç ku peces para 2-3 javë ato komentet ato më kanë prek fort. Kështu që masi s'kam dorë kur gjohis kisha pas dorë një zot e din qysh isha përball me ata mi pas një. Amo tash unë veç për veti po foli hoxha dhe për rrethin këtu ku jetoj unë 3 figura në Kosovë kështu që një vdek edhe këto për mua janë çmume. I parja dhe mja Hero dhe ka Mehmet. I dyti për shembull Albin Kurti në qeveri këtu në shtet, edhe I treti jeti hoxh, edhe zot shqyqyr që t'kena ti sebeb, unë po foli për veti këtu dhe për rrethin tem, kena marrë kultur, edukat, kena marrë karakter, gjitha të mirat I kena marrë pejteje, edhe zot shqyqyr që t'kena unë për veti lutna, edhe dhe në frymen e funit ka më lut, ti me jetu gjatë, se na vynë hoqë, ti na vynë shumë, si kurse që na vynë Albin Kurti ato në qeveri. Edhe zot shqyqyr që ju kena, edhe ju pasim me jetë gjatë, edhe mos harro hoqë që kije njerës që dojnë me shpirt edhe me zemër, edhe nështë edhe jetën e dhamë për ty. Selam aleikum. Aleikum selam. Kalofsh I bukur, zot shqyqyr që ju kena. Faleminderit shumë, natën e mirë. Allah I trujtë e muhtër, Allah shpërbleft, faleminderit. Tash ajo na kthehet ata të komentet të në fakt si për cilë dhe një se për cilë. Po kam dëgju. Po unë jem qaj që më kanë një tyb. Qaj që më kanë jem apet. Ne kemi thonë, ke pëllët për javën e kaluar, po edhe më herët. Është normale në gjithdo shoqëri. Jo në një shoqëri se që jemi ne, por në gjithdo shoqëri, pas një përjashte. Që njeriu të ketë meq dhe të ketë armeq. Madje një ligj të tillë, Allahun nuk e ka përjashtuar as për me të dashurit e tij, që janë pejgamberët e Zotit. Madje, për pejgamberët e tij na ka sjell armesh të fort. Dhe jo të mkaq, por I madhe Zot, as vetë vetës e ti, e që ka mujt, nuk ja ka bërë haram, një gjatë të tillë. Andaj gjem njerëz, sa të dush, të cilët marrën guxim, dhe e fyejnë, e ofendojnë, flasin keq, për lartë madhërinë e Allahut. Për lartë madhërinë e Allahut, ruan o Zot.
Lëre mo për njerëz, pra flasë keq dhe për pejgamber, e mos flasë për njerëz të tjerë. Kështu që mos më ka bë përshtypja as pak. Njerëz të qesin pa në shesh, ata që kanë mrenda, po ka Kosovë dëshmën të fesë, ka ignoranta, ma shumë se sa dëshmën, po dalë, ignorant, s'merë vesh. Ti thu që kjo rrugë, e tha qëfar rrugë e kjo, po du që kënej. Këtë, knalët me mendohë, me thonë, a thu e ki mirë. E qa për përfetaj une, që për lodhna për ty, qa për përfetaj. Për pas që për ta do të mirën ty, ka që ke po. Cilim sësat e cilim jaspekën zansave një herë, ndërsa njëret në zans për 30 jaspekën 10 herë, 10 të shkërit jaspekën. Për kjo monët me thane, pëse në lodhë e kryt me ty, edhe në me pëse lodhë, po e lodhë se dhimet, sepse thot kjo nuk es me këta tjertë, kjo ka me metë rrugëve. Andaj të pënej me të ma shumë, nashta bona sebeb shkaktar, e mërë vetën, e i nëzang të tjertë. Pra kjo arsimtarit ashtu, a ke keqa e mirë, andoshta i nëzanë se e rrinë arsimtarin, dhe të më ke lodhë arsimtar. Shpijit është të ma ke pru. Po ke ka mirë, këtë mirë një dëmë. Dhe ne kemi të sekë, ma shumë se një herë ndëruar që në me këtë sen nuk të mirën. Shëqyrë Zotit, Allah ma ka hik. Dhe nuk di që këmë pasën do një herë, po nuk e kam. Për që kam dërtune, dhe bëj jemen, dhe falendroj njerëzit, dhe njofi njerëzit. Se kam atë dërtë, Allah ma ka hik. Sigur se që ma ka hik, Zotit dhe kur të se këmë pasë, lakmin për karierë, për me qenë të shkushin pas, kur për jetë. Sen, Zotit nuk më vynë, as një pacha lakmi dikujna, qoftë postet fetare, dhe i të miftiju, qoftë postet politike dhe të kryeministri. Më dhimë të më dhimen. Amo për që kam lakmin, kur e për jetë. Sepse o nuk shëhë dishka që ka me lakmu aty. Aty ka është bela, ka përgjithsi, ka pa gjëmsi, ka stres, ka gajle 1 milion e 1 miliard gajle. Es nga kërkosh, es si besa kërkujna, e të tynë që i besan tanë e tangullin thikin ma shpine, e të përmtojnë e të zhgënjen e të rajnë. E unë do është me bo mirës të adin. Qa me lakmu atë? Qa me lakmu? Po i lakme e tyne që jenë burra ma të mirë se onë, musliman ma të mirë se onë, dhe që pënoj ma shumë se onë, për din, për vatan, për shoqërinë tonë. Allah i trujtë e motër, faleminderit, e di që ka shumë që më dojnë dhe kjo më banë më ndi mirë, së nuk diskutohet, dhe më banë gjysh ma hjek edhe lodhjen, dhe më arë me vëllnet në emision. Për shumë sante, që me lërë sante, dhe se më gutën për më arë në emision sante. Sepse kam qenë një varrim, sepse kam qenë në mezhlis që tërkon, dhe më le përgute, më le, dhe të petë me vrap të më në më falë namazin, veç farzin, sënet në smujtë me falë, për me hi në emision, por vi me qef, sepse di që ka njerë që në ngojnë, dhe në besojnë, dhe në dojnë. Ama dhe ne i duam. E tash, a i duam në ma shumë këta, ama më dojnë ma shumë, nuk e ti, zotit. Allah është përblej, falemderit i motër, dhe ju e tjerë gjithë. Për son të kash, falemderit shumë. Të ndura me shtërëtëris, të takojmë javën tjetër, dhe atër më mbet që me programet tonë në vazhdim. Assalamu alaikum.